Harrojmë, Pedro Porro luan me Tottenhamin, që sot është bërë një nga yjet e mbrojtjes të ekipi kombëtar i Spanjës. Laporte është ishte francez, thjesht rasia bëri spanjoll, se ka luajtur deri me 21 vjeçar, ka luajtur me Francën. U bë spanjoll, një talent super siç është Kubarsi, dhe pastaj Kukureja që është më i shëmtuar i botës, por si fytyrë po them, por është më i bukur kur e shikon në lojë. Ai ka stil flokë që edhe në gota si kemi aq çuditshëm. Unë zakonisht kur e shoh, se nuk e harroj dot edhe penalltin që nuk i dhan kundër Gjermanisë, më doli ky hajduti kumblave. Kur kemi të vegjël ne shifim me një kështu hajdut kumblave, fytyra Kukures. Por Hama ishte një lojtar i jashtëzakonshëm. Dhe mos harrojmë ka lojtarin më të mirë të botës, Rodri. Jo, Yamal është Rodri. Para 2 vjetësh Rodri, dhe po ta shikosh me vëmendje ndeshjen, ai ishte epiqendra e skuadrës spanjolle. Pra, Rodri ishte i kullondodhur. Në mënyrë më absolute ishte i kullondodhur, ishte busulla e mesfushës, sepse aty Spanja fitoi ndeshjen tek mesi i fushës. Po, por megjithatë, gjithsesi më duket as pak e justifikueshme, sepse le të themi, po të shohim edhe historikun e përballjeve, pra Franca në përballjet që ka pasur me Spanjën, i ka 2 ndeshjet e fundit, pra i ka humbje në 2 gjysmëfinale. Kështu që si në Ligën e Kombeve dhe në kampionatin evropian, a do duhej që ndoshta edhe trajneri vet Deschamps ta aktivizonte ekipin, pra të mos e lejonte që ta merrte aq shtruar, ose vërtet ta tregonte atë kapacitetin real që ka ky ekip, apo ishte pamundur përpas Spanjës? Jo, nuk është se ishte pamundur. Mos harrojmë dhe i fakt tjetër, është një gjysmëfinale kampionatit botror, gjithmonë në gjysmëfinale vendosin dhe episodet, vendosin rastësit, sepse deri minutën e 20 që u bë penalltia, nuk është se Spanja kishte një superioritet të jashtëzakonshëm përballë skuadrës franceze. Mos harrojmë që penalltia nuk ishte aksion, ishte një aksident në lojë, pra një gabim foshnjarak i mbrojtësit dinje, dhe pikërisht në këtë moment Spanja ngriti e dyfishoi energjin, entuziazmin e vetë, ndërkohë që Franca u shpërbë totalisht. Për të ardhur te goli i dytë pasaj, që ishte një mrekulli më vete, me pasimet, siç e din vetëm spanjollët i bëjnë ato lloj pasimesh, dhe aty loja mori